Armando Broja, një nga talentet më të mëdha që kanë nxjerrë futbollin shqiptar në vitet e fundit dhe një nga sulmuesit më premtues të kombëtarës shqiptare. Ai ka lindur më 10 shtator 2001 në Angli, nga prindër shqiptar me origjinë nga Malësia e Madhe. Edhe pse i lindur dhe i rritur në Angli, Broja zgjodhi të përfaqësojë Shqipërinë, një vendim që u prit me shumë entuziazëm nga tifozët kuqezi. Hapat e parë në futboll i hodhi në akademitë angleze, derisa shumë shpejt u bashkua me Akademinë e Chelsea-t, një nga klubet më të mëdha në Europë. Aty u formua si sulmues modern, i fortë fizikisht, i shpejt, me goditje të fuqishme dhe aftësi për të luajtur si qendër sulmues apo edhe në krah. Për të fituar eksperiencë, Chelsea huazoi Armando Broja në disa klube. Një nga periudhat më të mira ishte te Southampton në Premier League, ku ai u bë titullar dhe shënoi gola të rëndësishëm kundër ekipeve të mëdha. Paraqitjet e tij treguan se Broja kishte nivel për elitën e futbollit anglez. Më pas, ai luajti edhe për Viteshen e Holand, ku pati një sezon shumë pozitiv, duke shënuar disa gola dhe duke tërhequr vëmendjen e mediave europiane. Forma e tij në kampionatin holandez ishte një hap i rëndësishëm në zhvillimin e karrierës në nivel kombëtar. Armando Broja u aktivizua fillimisht me Shqipërinë U19 dhe U21, por shumë shpejt kaloi te kombëtarja dhe u bë një nga fikat kyçe të sulmit shqiptar, duke shënuar gola vendimtare në ndeshje kualifikuese vendimore. Broja, spikati për stilin e tij të lojës, është një sulmues që nuk dorëzohet kurrë, lufton për çdo top dhe krijon hapësira për shokët e skuadrës. Forca fizike dhe shpejtësia e bëjnë të vështirë për të ndaluar nga mbrojtësit kundërshtar. Një moment i vështirë në karrierën e tij ishin edhe dëmtimet, të cilat e mbajtën jashtë fushave për periudha të caktuara. Megjithatë, Broja ka treguar karakter të fortë, duke rikthyer gjithmonë me dëshirë dhe motivim për të dhënë maksimumin. Sot, Armando Broja konsiderohet si një ndër pikat më të forta të sulmit shqiptar. Në moshën e re që ka dhe eksperiencën e fituar në kampionatet të fortë si Premier League dhe Eredivisie, ai mbetet një nga shpresat më të mëdha për sukseset e ardhshme të Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Armando Broja nuk është vetëm një futbollist i talentuar, por edhe simbol i brezit të ri shqiptar që po rritet në nivelet më të larta të futbollit evropian.